Policia e Tiranës ka arrestuar 21 persona dhe ka shpallur në kërkim një tjetër pas incidenteve të regjistruara gjatë tubimit të zhvilluar më 10 shkurt në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Sipas njoftimit zyrtar, mes të arrestuarve janë edhe 4 të mitur 17 vjeçar. Ata akuzohen për vepra penale si goditja për shkak të detyrës, plagosja e rënd me dashje, prishja e rendit dhe qetësisë publike, shkelja e rregullave mbi lëndë plasëse dhe djegëse, shkatërrimi i pronës me zjarr dhe kundërshtimi i punonësit të rendit publik. Po ashtu, ka nisur procedimi në gjendje të lirë për disa shtetas, mes tyre dhe një sekretar organizativ dhe disa antar të Partisë Demokratike të dyshuar për organizim të paligjshëm të tubimit, kundërshtim të forcave të rendit dhe shtytje të miturve në krim. Një 41 vjeçar është shpallur në kërkim dhe po punohet për kapjen e tij. Sipas policisë, protestuesit u mblodhën fillimisht para kryeministrisë dhe më pas u zhvendosën drejt kuvendit, ku hodhën mjete piroteknike, lëndë djegëse dhe sende të forta në drejtim të efektivëve dhe godinave shtetërore. Si pasojë e përplasjeve, 16 punonjës policie mbetën të dëmtuar dhe morën ndihmë mjekësore në spital. Ata janë jashtë rrezikut për jetën. Gjatë kontrolleve, policia sekuestroi 22 molotov të pashpërthyer dhe 3 shishe me lëndë të dyshuar djegëse, të gjetura pranë godinës së kuvendit. Hetimet vijojnë për identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë në aktet e dhunës, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëteshme.